Unë nuk mund ta parashikoj sot se kush do të jetë ky projekt, dhe madje kam kërkuar sekretari i grupit dhe zotin Mazniku që deri në momentin e përfundimit të konsultimeve ne nuk mund të themi se do janë kaq apo do janë aq, se kjo nuk është çështje kungulleshkash, po është çështje përmirësimi shërbimesh ndaj njerëzish. Pra, a si e bëjmë ne më të mirë punën e bashkive? Është fakt sot se një pjesë e madhe e bashkive të vogla e kanë të pamundur të ofrojnë shërbimet siç duhet për gjithë komunitetet që mbulojnë ato, sepse ndërkohë që numri i popullsisë së bashkisë është zvogluar, sipërfaqja e asaj bashkie ka një e njëjtë. Për shkak se fondet sot vjen në dispozicion për shkak të numrit banorëve, kjo nuk do të thotë që një familje që jeton në një fshat të thellë të bashkisë Kolonjë, nuk duhet ta marrë një shërbim arsimor apo shëndetësor një lloj. Dhe duhet kuptojnë gjithë qytetarët që objekti dhe nisma jonë për reformë përsëri administrative territoriale ka në thelbin e vet shërbime më të mira për njerëzit. Dakor, megjithatë Kështu që bie poshtë ajo që nuk do të futem në debatet e reformës territoriale sepse ka një shembull që është vërteton kundërt në kësaj që thoni ju. Se ju keni ish kryetarin e bashkisë së Rrikut, mos gaboj që e keni ministër sot, do është marrë shembull nga zoti Rama se si edhe një bashki e vogël mund të funksionojë. Por unë jam krenar për Andin sepse kam qenë njeriu që jam ftuar politik. Por shembulli që e hedh poshtë gjithë që u tha tani. Pra se edhe një kryetar, po sepse edhe një kryetar i bashkisë të vogël si zotëria që ju e keni bërë sot ministër, ju thoni, nuk e themi ne, që ka funksionuar në mënyrë perfekte. Po le mos futemi aty. Bashkia, jam marrim një shembull. Bashkia e Cerrik ka funksionuar në mënyrë perfekte, ky është fakt. Në cilat dimensione ka, jo vetëm për sa i përket shërbimeve, po edhe një dimension tjetër që mungon të bashkitë tona, po që është dimensioni më i domosdoshëm në momentin që Shqipëria antarësohet në Bashkimin Evropian. Është dimensioni i përthithjes së fondeve që vijnë nga BE-ja. Sot kapacitetet tona në një pjesë të madhe të bashkive për të përthithur fondet të Bashkimit Evropian janë zero. Dhe ka një gjë dhe ka një mësim të mësuar nga vendet e tjera që kanë hyrë në Bashkimin Evropian. Unë kujtoj kur Rumania dhe Bullgaria hyrën në Bashkimin Evropian, në 5 vitet e para, të dyja këto vende më shumë jepnin fonde në BE se sa arrinin përthithje. Se ke detyrimet, edhe. Pastaj vjen një fazë që kjo pastaj raporti mes asaj që jep dhe asaj që merr mund shkojë deri 1/10, që janë pritshmëritë tona. Pra do japim do marrim 10 do marrim 1 miliard, do japim 5 milion, do marrim 5 miliard. Natyrshëm, sepse janë fonde strukturore, fonde kohezionit social janë të shumta. Bashkitë në një vend antar të Bashkimit Evropian janë aplikues të mëdhenj të fondeve për të tërhequr. Dhe nëse ne shkojmë kështu si jemi të papërgatitur për t'i dhënë komuniteteve tona më shumë fonde që vijnë nga BE-ja. Dhe rasti i Cerrikut ka qenë ndryshëm, sepse rasti i Cerrikut, ky djalë që sot është ministër, arriti të krijonte aty një bërtham, unë e kam ndjekur nga afër që nga 2019 u krijoi një bërtham dhe po të shikoja të gjithë donatorët Gizi apo donatorë tjerë, po me Gizi një punuar më ngushësisht, kemi arritur që të bëhen disa projekte të mira për atë. Dhe atë eksperiencë fituar në atë bashki, kryeministri Rama e përzgjodhi për ta qenë ministri i punëve të fshatit. Trim pak tek trim politikisht të flasim. Vjen kryetari një grupi parlamentar të madh, për 80. Të them edhe diçka për 83-shin, sa aty më provokove çike edhe jo, s'provokova, po ndoshta nga smova një plagë të hapur. Ne në fakt se shpesh herë unë përdor për një farë mënyrë për nxjerr pa një le të themi rolin tim në zgjedhjet e majit 2025-s. Diaspora ne në fakt na besoi 95 mandate. Pra nëse do të merri vetëm votat e diasporës, Partia Socialiste do të kishte 95 mandate. Megjithatë, te mandatin e 84 ju e mbani mend e kemi humbur për pak vota, shumë pak vota në Lezhë, po edhe për pak vota në ndonjë qark tjetër. Që do thotë që Partia Socialiste i ka sot votat e duhura dhe ne kemi dëshmuar në 2 raste ku është nevojitur se nuk ka sot në kuvendin e Shqipërisë një minorancë bllokuese. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë së Koll ka përcaktuar qartë që
se si janë votimet. Kryesisht janë 50% plus 1, pra me 71, janë me 84, janë dhe me 94. To janë 3 votimet në Kuvendin e Shqipërisë. Me 71 dhe me 84, duket se nuk ka problem. Për të vetmin çështje që mund të bëjmë negociata është për 94. Që do të thotë që opozita duhet ta ngulisë mirë në mend. Që nëse i gjoj shpesh herë që i referohen traditave. Po padyshim që traditat kanë ekzistuar sepse nuk ka pasur asnjëra prej palëve një shumicë prej 3/5. Kjo tradit nuk është më, sot i ka mazhoranca 3/5. Megjithatë, në respekt traditës, edhe të nevojës një dimensioni të gjithë pranuar europian që nevojitet një konsensus parlamentar, le të themi dialog parlamentar, ne e bëjmë këtë. Dhe gjithë kjo që parashtruat ju është pjesë e kësaj qasje tonë që ne, dakor, ne kemi 83 mandate, ne kemi 3/5, pra i kemi votat për të kaluar ligje me shumicë cilësuar, por ne jemi të gatshëm. Por në kushtet e këtij mandati 2025-2029, ju nuk keni më të drejtën e vetës. Që do thotë që ata o do vinë të bëhen pjesë, ose nëse ata nuk duan të bëhen pjesë, ne nuk kemi asnjë ditë për të humbur. Kalendari ynë është që brenda të enjtes fundit të korrikut 2025 duhet miratuar ndarja e re administrative territoriale, nëse do propozohet ndarja e re administrative territoriale, unë nuk du ta paragjykoj, dhe ndërkohë që sa i përket reformave të tjera, shiko, nëse do vini poshtë në zyrën time, është një tabelë e madhe me një kalendar datash. Pra, unë mund t'ju them me bindje që deri në qershor unë di se çfarë duhet që të kalojmë në kuvend. Tavlan, po ta bëj pyetjen anglisht se shqipërisht çik. Po. Në orar të caktuar. You got the votes, but do you have the balls? Kjo është dilema e madhe. We have them both. You have the ball? We have them both. Okay. I keni të dyja. Ideja është që me që ishte me çështje. Po, e kuptoj. Topash. Pra, you got the ball. Pra, e keni topin edhe shpeshherë akuzat apo kritikat që janë që nuk e luani këtë topin, nuk e luani në drejtimin e duhur. Gjithsesi, ju thatë që keni 83 mandate, sigurisht keni dhe aleat të tjerë në parlament. Sa e letë është kontrolloni 83 mandate socialiste, se doktori, po t'i kishte 83 mandate, do t'i kontrollon të shumë. Pse thash, we got them both. We got them both. Se krijohet përshtypja që nuk keni një farë uniteti për t'u lavdruar. Çështje këndvështrime është kjo. Çështje perceptimi. Këtu në këtë sallë është mbledhja e grupit parlamentar Partisë Socialiste, shpeshherë kritikohemi për mungesë demokracie të brendshme. Këtu ka shumë debate sokol. Një pjesë dalin, një pjesë nuk dalin. Por edhe këtu janë të rregulluara vendimarrjet. Mund të kesh qëndrimin tënd, mendimin tënd. Këtu voton kundër, kishim për shembull disa ndryshime në kodin rrugor, sfumi, kodin penal. Kodin penal. Edhe kishte kolegë që kishin këndvështrime, respektuar. Por në fund, në sallë, je i detyruar të votosh siç është qëndrimi i shumicës grupit parlamentar. Kjo përcakton në rregulloren e brendshme të grupit ton parlamentar. Prandaj, që t'jemi të qartë për këtë pjesë. Partia Socialiste e ka dhe socialistët kudo në Europë, pak të që njohë dhe nuk njohë pak, e kanë pjesë të vetën këtë pjesën e debatit të brendshëm. Ajsa ky debati i brendshëm nuk dëmton punën dhe mesazhin politik. Kështu që mos na qani hallin për këtë pjesë të asaj që ju e quajtët kohezion. E vërteta është që sa kohë unë kam qenë kryetari i grupit parlamentar, jam shumë krenar që nuk kemi dështuar asnjëherë sa i përket gjithë çështjeve që na është dashur të votojmë
edhe kur është dashur të votojmë me shumica cilësuara, edhe kur nuk i kishim numrat në kuvend. Mirë, sigurisht tani jeni përballë një testi të ri, përballë asaj që në perceptimin e përgjithshëm po shihet si një përplasje pushtetesh midis shumicës që kontrollon legislativin dhe ekzekutimin dhe drejtësisë. Po për këto më njëherë pas publicitetit.